procesi që u hap për zotin Berisha. E kanë mësuar tani. Që në ka një gjë me të cilën ti mund ta relativizosh opinionin publik, madje edhe ti ulësh besueshmërinë SPAK-ut, është ta trajtosh si çështje politikisht. Okej. Dhe duke trajtuar politikisht, ti pastaja fillon dhe avancon. Ku është pjesa që mund trajtohet politikisht tani? Po këta po e trajtojnë politikisht. Natyrisht nuk... Kjo ngulja është... Domethënë... Jo, dakord, po sillen politikisht. Por në qoftë se Berisha kishte le të themi Berisha thoshte që unë jam kryetari dhe po më bie Edi Rama se Edi Rama përdor SPAK-un. Tani, kush është alibia politike? Se kjo është alibi. Berisha si duhet goditja e SPAK-ut. Pyetja që lind është, në këtë rast politikisht është prapë që SPAK-u po godet pa pasur bazat forta, po fut në burg dhe ka më shumë të para burgosur se sa të burgosur, sepse SPAK-u lëviz me statistika. I duhen ato statistika për treguar sa shumë kemi punuar. Ndërkohë që nuk ka asnjë vendim të formës prerë i cili të jetë marrë deri sot. Kjo është ajo çfarë janë duke thënë gjithmonë më shumë majoranca. Tani ka pas qëllim arrestimi në rastin e zonës Balluku. Për një numër plus 1, SPAK-u vendoset në luftë politike jo në benefit të Partisë Socialiste, po në benefit të opozitës që po e shfrytëzon? SPAK-u është pushtet në vete tashmë. Që do të thotë? Domethënë, kush e mendon SPAK-un të kontrolluar, po është pushtet në vete. Por dhe ai bën kalkulime. Ajo çfarë që nisa ta thosha edhe çfarë dhe po e them. Ajo çfarë mua nuk do të më pëlqente ta bënte SPAK-u, ishte të tërhiqej në atë betejë politike që nuk është e tia. Duke e ndjer veten pushtet, sepse po u fut në një betejë politike që nuk është e tia, duke e ndjer veten pushtet, praktikisht kanë fituar politikanët, nuk ka fituar SPAK-u. E ke gabim. SPAK-u thot që unë jam i shqetësuar që në momentin që zonja kthehet në detyrë, ajo më prish provat, ajo më intimidon varësit që janë të dëshmitarët, bashkëpunëtorët më të ngushtë të SPAK-ut, këta që kanë dhënë provat, janë vartës të zonjës Balluku. Dhe është recitiviste me përsërit vazhdon më jep tendera, pra vazhdon më humbet. Dhe SPAK-u thot, unë këtë besoj, dhe prandaj dhe unë nxitohem, thot, që të përdorësh çdo lloj mënyre që ta heq nga detyra, qoftë me arrest. Po thrasim, nuk është arresti qëllim në vetvete. Berlusconi ka qenë kryeministër, është hetuar si kryeministër, i kanë hapur procese gjyqësore si kryeministër. Nuk është njësoj. Pa e futur në burg. Nuk është njësoj. Pa i bën masa shtrënguese dhe pa thënë ky do na prishin provat. Nuk është njësoj, nuk është njësoj. Si nuk është njësoj? Gjeni ministre e linjës, është të gjeni kryeministër. Pushtet për pushtet. Dhe Berlusconin ata i ran kur ishte momentin e tij më të dobët, nuk i ran. Jo më zotri, jo, se ka filluar që në 94, 95. Po nuk i bënin dot gjë pra. Berlusconi ka e prekën kur u bë për azil. Nuk e prekën kur ishte në pikën e tij më të fortë. Këta mos e krahason me Italinë ti vëlla. Ti krahasoje me vendet e rajonit, me Rumaninë, me Maqedoninë, me Bullgarinë, me këto vende ku Shtetet e Bashkuara kanë marrë si dar SPAK-at respektiv për katës dhe kanë bërë të njëjtën gjë. Kaq e thjeshtë është. Tani, nëse këta nuk duan të tërhiqen për akt presioni, SPAK-u do ta shtojë. Tani apo bën politika apo jo, por ne bën. Nëse do pyesim SPAK-un do thotë jo, unë nuk bëj, unë jam në këtë unë jam në këtë nxitim sepse kjo do më bëj të tjera tendera dhe do më bëj të tjera humbje në buxhetin e shtetit. Momentet irracionale dëmton asnjëherë. Dhe tendenca nuk dëmton nxitimi. Në përplasje politike dëmton. Po përplasje, po SPAK-u, zoti Alban Dudushi. SPAK-u është bërë për thuaj Albano zoti Dudushi, jo të gjitha bashkë. S'ka problem. Zoti Alban. Okej. SPAK-u është bërë që të kapi politikanët, nuk është bërë të kapi mua dhe ty. Edhe pse merr ndonjëherë me gjëra ordiner lloqe. SPAK-u për këtë është bërë. Po ti kapi mor burr. Që ti bjerë. Po ti thua mos u nxito. Për ti kapur duhet të nxitohet. Vetëm qeveria e kap lepun me qerre. SPAK-u e kap qeverinë me makinë radioaktive. Por ç'kuptim ka që Erion Velia vazhdon rrim burg? Ka në ç'kuptim ka që Ilir Meta vazhdon rrim burg? Ka kuptim ka kuptim që Balluku duan ta fusin në burg tani. Po ka kuptim që të bëhet shembull për të tjerët vëlla. Që ai kur ti jep ty akuzën, ti të ikësh si zotëri. Pas mendimit tim, nuk ishte qëllim mbështesi ta fusin në burg që ata të paraqiteshin në gjykat, të zhveshur nga funksionet zyrtare. Kjo zota bëj, ai është person masën. Mendon që në rast se duke nisur nga logjika e qynos, Zoja Balluku do të kishte dhënë dorëheqjen dhe do të kishte lënë vionte kalvari i drejtësive etj. Nuk do të rrezikonte këtë që Rama shkruan që
kemi arreste dhe paraburgime më shumë se të burgosur dhe ky është standard, se Rama sigurisht flet për një arrest me paraburgim, pra me një dhe quan mungesë të standardit evropian. Alessandra Moreti sot ju hoqi imuniteti nga Parlamenti Evropian për një hetim, ndoshta nuk arrestohet për këtë arsye ose jo, dhe nëse kapesh tek arresti mundet që nuk gjen një standard të Këshillit Evropës apo të Bashkimit Evropian. Por në rast se futesh tek standardi i BE-s tua, o do t'jap dorëheqjen vet, ose do ta pezullosh ose do ta shkarkosh për të përgjithë një standard. Pra, edhe Mogherini dha dorëheqjen direkt. Pra, në kuptimin e ndjekjes së një rrugtimi me standard evropian, si do duhet ishte. Ata janë të detyruar pastaj të kërkojnë masa më të ashpra. Janë dy dinamika të ndryshme të hetimit. Po. Në dinamikën po marr zonjën Mogherini. Po. Një hetim i gjatë, ishim mbledhur të gjitha provat, thjesht e thirrën, nuk e arrestuan. E thirrën, i komunikuan akuzën, i vun provat përpara. Kjo është Mogherini. Çfarë kishim mbledhur, bëri deklarimin dhe i than tani ik dhe do vish sa herë të kërkojmë ne. Po. Ashtu. Po da dorëheqjen konkret, të lutem. Tani mos më ndërpret, të lutem. Se edhe çfarë ndërpret edhe humba fare. Jo, unë s'u ndërpreva. Se më humb mendimi, është ajo që ke Në ti. rastin konkret. Jo, unë kam, unë kur më ndërpresim, në rastin konkret, mendimi. nuk ka përfunduar hetimi i plot. Po. Pra, do të thotë, ende vijon, e kanë shprehur ata dhe dy ato të parat. Ende vijon hetimi dhe po dalin prova të reja për çështje të ndryshme që dalin, që nga celulare qoftë nga teknikat të tjera të hetimit.